Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin lajmeve të orës 13 në RTK. Me urdhër të prokurorisë speciale, hetuesit policor nga drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda kanë arrestuar një shtetas të Kosovës në ndyshimin për kryerjen e veprës penale spionazh. Sipas prokurorisë, arrestimi është kryer në pikën kufitare në Merdar, në Podujev, pas veprimeve hetimore të ndërmarra nga autoritetet kompetente. Prokuroria speciale në bashkëpunim me policin kanë bërë të ditur se do të vazhdojnë me veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e plot të rrethanave të rastit. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Agjiu ka reaguar ndaj kritikave të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me komunikimet e zyrës për informim të kuvendit, duke kërkuar që përplasjet politike të mos shtrihen tek stafi profesional i institucionit. Agjiu ka thënë se mos pajtimet politike duhet të adreson ndërmjet bartësve të përgjegjësive politike dhe jo nëpërmjet zyrtarëve të administratës së kuvendit. Ajo ka kërkuar që të mos përfshihet stafi profesional i kuvendit në debate politike dhe të mos e vën atë nën presion për shkak të punës që kryen në kuadër të përgjegjësive institucionale. Ndërkohë, deputetët e PDK-s kanë shprehur shqetësimin lidhur me komunikatën e publikuar mbrëm nga zyra për media e kuvendit të Kosovës, ku thuhet se deputetët e opozitës ndërprejnë aktivitetet e parapara me të rinjt dhe mërgatën duke u futur në sallën plenare. Deputet të Partisë Demokratike të Kosovës në mëngjes kanë qëndruar para hyrjes së ndërtesës së qeverisë së Kosovës, duke kërkuar që të thirret seanca konstituive e kuvendit. Ata kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë veprimet e tyre dhe si një ditë më parë do të jenë të pranishëm edhe në kuvendin e Kosovës. Edhe deputeti i Aleancës, Besnik Tahiri, ka njoftuar se i ka dërguar kërkesë kryesuesit të seancës konstituive, Avni Dehari, për takim lidhur me përgatitjen dhe koordinimin e seancës së radhës, e cila në përputhje me rregullorën e punës së kuvendit duhet të mbahet nesër. Nuk ka privilegj e nder më të madh se me pas mundësi me i shërby vendit tonë. Mirëpo dhe nuk ka krim më të madh se sa kur besimi qytetar keq përdoret dhe zyret e popullit uzurpohen. Këto zyre janë të uzurpuara nga një deputet. Dhe po aq sa ka të drejt ai të jetë aty, po aq kemi të drejt edhe ne. Kjo është e para. E dyta, ai duhet të jetë në kuvend aty bashkë me ne për të themeluar institucionet, për të konstituar kuvendin. Nuk jemi ne këtu me bopuq. Ne jemi këtu me i thonë Albin Kurtit, zotëri e janë kuvend, shumicën e ke, ndërtoje qeverin dhe ecin tutje. Ndërkohë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Arlind Manxhuka, u ka thënë përfaqësuesve të opozitës së kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ndodhet brenda zyrës së tij dhe i ka ftuar që të shkojnë në takim. Ai u ka bërë thirrje përfaqësuesve opozitar që të marrin me vete kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamzën, dhe të hyjnë në takim me Kurtin. Thirrja vjen në kohën kur partitë opozitare po kërkojnë zgjidhje për situatën politike dhe konstituimin e institucioneve të reja. E grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës do të mbledhet sot ku pritet të diskutohen zhvillimet e fundit politike në vend. Një nga çështjet kryesore në agjendë pritet të jetë edhe posti i presidentit të Kosovës. LDK-ja ka shprehur më herët interesimin që kjo pozitë i takoj kësaj partie. Deputetë të saj kanë deklaruar se zgjedhja e presidentit mbetet një çështje me rëndësi për subjektin politik, veçanërisht në kuadër të zhvillimeve aktuale institucionale. Mbledhja e grupit parlamentar vjen në një kohë kur skena politike në Kosovë është përfshirë në diskutime të shumta rreth funksionimit të institucioneve dhe tejkalimit të ngërçit politik. Ministria e Tregtisë ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për shitjen e derivateve të naftës për sot. Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi maksimal për 1 litër naftë është €1.70.
ndërsa benzina mund shitet deri në €1,48 për litër, ndërka çmimi maksimal i lejuar për gazin është 60 cent për litër. Çmimet kanë hyrë në fuqi nga ora 10 dhe vlen 24 orë. Ministria ka bërtëditur se ankesat e qytetarëve mund të adresohen tek autoritetet përkatëse përmes kanaleve të publikuara në njoftim. Ndërsa policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara. Sipas raportit, në këtë periudhë janë regjistruar 30 aksidente me të lënduar dhe 61 të tjera me dëme materiale. Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion ku brenda një dite ka shqiptuar mbi 2000 gjoba trafiku, ndërka që janë arrestuar 30 persona për vepra të ndryshme penale, ku 18 prej tyre janë dërguar në mbajtje. Nderuar shikues, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicion në orës 15.